Të nderuar gazetar, të dashur qytetar, sektori I mbeturinave mbase mund të konsiderohet pika më neuralgjike e tërë sistemit institucional në Republikën tonë. Askund si në këtë sektor nuk ka ndërthurje të gjitha niveleve të pushtetit të sektorëve publike privat, të akterëve shoqëror e të secilës familje dhe individ. Prandaj si sektor, mbledhja e trajtimi I mbeturinave kërkon një harmoni dhe ekuilibër shoqëror e institucional, gjë e cila nuk është lehtë e arritshme. Në bazën e sistemit të saj, ky sektor e ka komunën, e cila pastaj lidhet me komuna tjera nëpërmjet kompanive rajonale të mbeturinave. Megjithse ka pasur goxha përparime, jo rrallë është parë se ka munguar ekuilibri mes të gjitha akterëve në sektorin e mbeturinave. Prandaj sot kemi një situatë me mangësi serioze në menaxhimin e mbeturinave. Kësaj ne mendojmë se ky sektor duhet të jetë prioritet I qeverisë. Me gjithë rolin e kufizuar, I cili pak a shumë është I tkurrur në krijimin e politikave, ne kemi bërë e po bëjmë përpjekje që ta kalojmë këtë ngërç. Kemi bërë gati projekt ligjin e ri për mbeturinat dhe shumë pjesë të legjislacionit sekondar që parashohin krijimin e një sistemi të qëndrueshëm për menaxhimin e mbeturinave, I cili synon të arrijë një moment të reduktimit, ripërdorimit dhe riciklimit të mbetjeve, moment I cili kthen mbetjet nga një problem madje në një mundësi ekonomike. Një sistem I tillë do të kërkoj edhe ca kohë. Ligjin e kemi gati, por kuvendin akoma jo. Ndërkohë që ne përgatitemi që të krijojmë bazën për këtë sistem, situata me mbeturina është bërë serioze. Dhe kjo sidomos në hapësirat që nuk mbulohen nga askush, pra hapësirat jashtë kufive të vendbanimeve. Lirësh mund të themi se kemi një emergjencë në sektorin e mbetjeve dhe për të adresuar atë kërkohen masa emergjente. Sot jemi këtu së bashku me Ministrin e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, zonjën Fitore Pasolli Dalipi, për ta shpallur një paketë të emergjencës në fushën e mbeturinave, aksionin kundër mbeturinave. Ky aksion ka për qëllim të arrijë dy efekte të njëkohshme. E para të intervenoj në vendet ku hedhja ilegale e mbeturinave rrezikon ambientin dhe shëndetin, por po ashtu kërkon të shtrojë një rrugë të re ku qeveria nuk rri më duar kryq, por është prisë e organizimit dhe nxitjes së akterëve që kanë përgjegjësi në fushën e mbeturinave. Kështu, ky program përveç se do të menjanojë një pjesë të mbeturinave që gjenden në hapësirat e pambuluara nga komunat, mëton të vënë në ndërveprim kompanitë publike, siç janë ato rajonale të mbeturinave, kompaninë për menaxhimin e deponive të Kosovës, Korporatën Energjetike të Kosovës, Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, si dhe komunat, veçanërisht komunat në tërë territorin e Republikës. Që aksioni të rezultojë I suksesshëm, janë paraparë gjithsej 5 marrëveshje me kompanitë rajonale të mbeturinave dhe kompanitë të tjera publike, disa prej të cilave veç se janë nënshkruar si para përgatitje. Buxheti I parapar nga Qeveria e Republikës është 1 milion euro. Ndërkaq në njërin anë parashihet largimi I 500 deponive ilegale të mbeturinave, në anën tjetër rritja e numrit të punësuarve dhe ngritja e kapaciteteve me thekste pajisjet në për kompanitë publike që merren me menaxhimin e mbeturinave, por edhe mirëmbajtjen e hapësirave të gjelbra publike duhen theksuar. Përveç pastrimit, paketa aksioni kundër mbeturinave ka për qëllim edhe vendosjen e përgjegjësisë për ndotjen. Kështu, me këtë paket, ne do të krijojmë një praktikë tërësisht të re të inspektimit në fushën e mbeturinave, e cila do të mobilizojë Inspektoriatin e Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor dhe të gjitha departamentet e kësaj ministrie në një aksion të përbashkët për vendosjen e rendit dhe sundimit të ligjit në fushën e mbeturinave. Ne presim që përgjatë kohës sa zhvillohet aksioni, të kemi 10 inspektor
e zyrtar të angazhuar ekskluzivisht në inspektim të mbeturinave, ashtu që në njërën anë të krijojë një sensibilizim në këtë fushë, por në anën tjetër të vëjnë në zbatim ligjin aktual për mbeturinat nëpërmjet parimit ndotësi paguan. Pra, nëpërmjet parimit ndotësi paguan. Për më shumë rreth paketës aksioni kundër mbeturinave, e ftoj ministrin e Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Fitore Pacolli Dalipit, që ta marrë fjalën. Faleminderit kryeministër, të nderuara media, të nderuar qytetar. Ne sot po lansojmë pakon më të madhe ndonjëherë për largimin e mbeturinave në gjithë Kosovën. Kjo pako nuk është një projekt thjesht i radhës, por është një ndër ndërhyrjet më të mëdha, më serioze, më të vendosura shtetërore për largimin e deponive ilegale të mbeturinave dhe pastrimin e hapësirave jashtë zonave urbane. Sot po prezantojmë këtë aksion gjithëpërfshirës shtetëror të koordinuar mirë mes institucioneve dhe të mbështetur në një vizion të qartë, pra ta bëjmë Kosovën vend të pastër, të sigurt dhe me përgjegjësi të lartë ndaj mjedisit. Ky program bazohet në këto shtylla: pra pastrimin e hapësirave jashtë kufive të vendbanimeve, shtimin e kapaciteteve inspektuese dhe vendosja pa asnjë kompromis e sistemit të gjobitjes dhe pagesës së shpenzimeve në kuadër të parimit të prerë, ndosi paguan, si dhe strategjinë e karrotës dhe shkopit për komunat. Para se të vija këtu, kam nxjerrë vendimin për themelimin e grupit operativ për emergjencën e mbeturinave, që është shtylla themelore thelbësore e këtij programi. Nga sot, ne po fillojmë me patrullimet të shtuara dhe rritje të menjëhershme të numrit të inspektorëve në terren. Do të bëjmë verifikimin e rrap të përmbushjes së obligimeve nga institucionet si komunat dhe kompanitë e angazhuara në mirëmbajtjen e hapësirave publike, përfshirë edhe zonat urbane. Dhe po a bëjmë të qartë se në rast se zonat urbane nuk pastrohen, ne do të marrim masat më të ashpra ligjore edhe ndaj vet institucioneve, pra përfshirë komunat. Nga sot, ne po lansojmë edhe strategjinë e karrotës dhe shkopit, që do të thotë se nëse komunat performojnë dhe përmbushin standardet për menaxhimin e mbeturinave, ato do të mbështeten përmes një pakoje të veçantë financiare, që të përmirësojnë shërbimet dhe të rrisin kapacitetet e tyre. Por në rast se komunat nuk performojnë në përputhje me standardet e vendosura, do të përdoret shkopi, pra ndëshkimi i rrept financiar ndaj tyre. Nuk mund të tolerojmë më pamje të tmeshme në rrugët e kryeqytetit dhe qyteteve tona, ku mbeturinat përveç se dëmtojnë imazhin e shtetit ton, rrezikojnë drejt për drejt shëndetin publik. Të gjithë ne kemi parë se si mbeturinat të shumta gjenden në për rrugë e lagje të qyteteve tona, e cilat janë aty për shkak të mosmirëmbajtjes. Dhe si rezultat kemi përhapje të insekteve dhe brejtësve dhe si duke pas parasysh që shpejt do të fillojnë ditët e nxehta, ne kemi parë të rëndësishme që të vazhdojmë me këtë pako emergjente. Ndërsa pakoja e madhe që po e lansojmë sot mbulon specifikisht komponentin e pastrimit të hapësirave jashtë kufive të vendbanimeve, po pikërisht ato hapësira të cilat nuk janë kompetencat të komunave. Për të jetësuar këtë, ne kemi ndarë një buxhet prej 1 milion eurove, pra direkt nga buxheti i shtetit të Kosovës. Deri tani, kemi nënshkruar 4 marrëveshje jetike me kompanitë publike, si KRM Prishtina për gjithë rajonin e Prishtinës, KRM Uniteti për rajonin e Mitrovicës, KRM Pastërtia për rajonin e Ferizajit dhe Gjilanit, si dhe Drini Bardh për rajonin e Pejës. Këto kompani rajonale do të angazhohen drejt për drejt në largimin e mbeturinave dhe rehabilitimin e hapësirave të ndotura, ndërsa Ministria do të mbështesë financiarisht këtë operacion gjigant. Ndërkohë, jemi në negociata për nënshkrimin e marrëveshjes së 5 shumëpalëshe mes Ministrisë, KEK-ut, KMDK-s dhe Ministrisë së Ekonomisë, përmes së cilës do të sigurojmë krijimin e deponisë për mbetjet inerte, pra mbetjet të cilat krijohen nga sektori i ndërtimit, një zgjidhje që ka munguar deri më sot. Ky bashkëpunim vjen në një moment kur ndërmarrjet tona publike po konsolidohen fuqishëm fal punës sonë të përbashkët ndër vite. Një tregues i qartë i këtij konsolidimi është edhe vetë kompania kosovare për menaxhimin e deponive, e cila ka shënuar një rritje të vazhdueshme financiare.
nga një fitim kumulativ prej 256.000 eurosh në 3 vitet paraprake, ajo arriti në 643.000 euro në vitin 2023, në 1.1 milion euro në vitin 2024 dhe si pas draft pasqyrave financiare shënon një fillim rekord prej 1.6 milion eurosh në vitin 2025. Pra ky sukses na tregon se kompanitë tona publike sot kanë kapacitete të plota, ndërsa ato të cilat nuk i kanë, mund të i shtojmë siç i kemi bërë edhe me KMDK-n, që këto ndërmarrje të jenë partner në implementimin e suksesshëm të kësaj pakoje. Me këtë pako, përveç se po pastrojmë zonat jashtë vendbanimeve, ne po mbështesim edhe kompanitë publike në ngritjen e kapaciteteve të tyre përmes pajisjeve dhe aseteve të reja për mirëmbajtjen e hapësirave të gjelbërta. Pra me këto 5 marrëveshje me kompanitë regionale dhe publike, ne synojmë largimin e rreth 500 deponive ilegale të mbeturinave në gjithë territorin e Kosovës. Ky projekt tashmë ka inicuar një komunikim dhe koordinim të fuqishëm të gjithë aktorëve në fushën e mbeturinave, gjë që ka munguar. Kjo është një parapërgatitje e madhe për të krijuar një sistem të qëndrueshëm dhe afatgjatë. Nuk do të ketë më asnjë tolerancë për ata që ndotin lumenjtë tonë, pyjet tona, tokat bujqësore dhe hapësirat publike. Nuk do të ketë më heshtje institucionale përballë deponive ilegale dhe as arsyetime për ata që dëmtojnë mjedisin dhe shëndetin e qytetarëve tonë. Sepse mbrojtja e mjedisit për ne nuk është luks, mbrojtja e mjedisit është mbrojtje e ujit që pim, e tokës që e punojmë, e ajrit që thithim dhe shëndetit të fëmijëve të këtij vendi. Çdo lokacion i identifikuar do të trajtohet, çdo shkelje do të ndiqet, çdo ndotës do të përballet me forcën e ligjit dhe çdo institucion do të mbajë përgjegjësi penale dhe financiare. Ne e dimë që kjo betejë nuk është lehtë dhe kërkon punë, përkushtim dhe vendosmëri të pandalshme. Por dua t'ju siguroj se me përgjegjësinë më të lartë shtetërore se ne nuk do të ndalemi për asnjë sekond derisa të arrijmë që Kosovën tonë ta bëjmë të pastër. Jemi të vendosur dhe do shkojmë deri në fund në këtë rrugë sepse atë tjetër nuk kemi. Faleminderit. Gazi Godanci për televizorin të shtatë, kryeministër, e kam një pyetje jashtë temës për të cilën keni dalë këto për të folur sot, konkretisht lidhur me gjandarmerinë, nëse mundeni vetëm na tregu kush do të jetë pjesë e grupit punues dhe sa do të jetë buxheti që do të ndajë qeveria për të dhe kur planifikohet që kjo të realizohet. Faleminderit. Së pari ne jemi sot këtu në një konferencë për medje bashkë me ministren Pacolli Dalipi për një çështje shumë të rëndësishme. Situata me mbeturinat, me mbetjet në Republikën e Kosovës është alarmante. Ne jemi të pakënaqur me trajtimin që është bërë nga shumica dërmuese e komunave të Republikës. Dhe jemi këtu që të ndihmojmë ata në mënyrë që Kosova të ketë mjedisin e pastër që është i domosdoshëm për shëndetin publik dhe për jetesën e mirë të popullatës. Nuk mjafton më të themi plan, projekte, aktivitet, duhet themi aksion. Prandaj edhe kemi aksionin kundër mbeturinave. Ndërkaq sa i përket koncept dokumentit dhe grupit punues dhe hollësive sa i përket gjandarmerisë, padyshim që do t'ju njoftojmë shumë shpejt bashkë me ministrin e punëve të brendshme. Ka kohë që ne kemi menduar këtë gjë, për shkak se një aspekt tjetër i rëndësishëm i sigurisë së Kosovës ka të bëj me një zonë e cila është më shumë se policia e më pak se ushtria, prej ruajtjes kufirit, të luftimi i terrorizmit, të mbyllja e çfarëdo shtegu të kontrabandës e deri tek mbrojtja e infrastrukturës kritike. Të gjitha detajet lidhur me këtë idenë tonë që tashmë po bëhet edhe një koncept dokumente me grup punues, ngadalë, por sigur do t'i prezantojmë së bashku me ministrin e punëve të brendshme. Edhe unë kam një pyetje jashtë temës, jam Besiana Mulaj, gazetare prej RTK-s. Gjatë ditës së djeshme, prokuroria i ka ndaluar disa persona në Graçanicë për cënim të vullnetit të votës së lirë të qytetarëve serb. Si e komentoni ju këtë incident ose këtë rast? Unë besoj që fjala e ministrit
për komunitetet dhe kthim në mbledhjen e fundit të qeverisë së Republikës Kosovës mbi trysninë e tmerrshme që po bëhet mbi serbët e Kosovës nga Beogradi, që patjetër ta votojnë listën serbe dhe askë tjetër, dhe masat që po i ndërmerr Serbia duke i përcjell edhe rrjetet sociale të secilit zyrtar shtetëror, të secilës figurë publike, të secilit politikan serb që ndonjëherë ndokun ka garuar, me të vërtet janë alarmuese. Dhe këtë lloj terrori që po e bën Beogradi zyrtar mbi serbët e Kosovës, e kemi të dëshmuar prej vetë ankesave të serbët e Kosovës. Kjo është një fenomen i cili ka marrë për masa të mëdha dhe të thella si asnjëherë më parë në këto vitet prej se unë jam kryeministër. Pra kur nuk ka pas kaq shumë trysni nga Beogradi, kërcënime, friksime, shantazhe, shkëputje të mjeteve të ndryshme financiare, ose të çfarëdo mbështetje që ata kanë marrë nga Serbia, ndonjëherë me kushtëzimin që të rreshtohen, thosë bëhet fjalë për ushtri në kohë të lufte në radhët e listës serbe. Në anën tjetër, ju e dini që Serbia mundohet që vazhdimisht të ketë elementet të saj nëpërmjet së cilës dëshiron të krijojë dualizma shtetëror brenda territorit tonë të Republikës, sa i përket funksionimit të institucioneve, sa i përket shërbimeve publike, dhe natyrisht që ato janë veprime ilegale në shtetin tonë të pavarur. Republika Demokratike dhe Parlamentare e Kosovës, si shtet sovran, i ka të ndara pushtetit, ne jemi ekzekutivi, fatkeqësisht legislativi nuk është funksional, për shkak se do të kemi zgjedhje, por gjyqësori dhe prokuroria vendosin dhe veprojnë në mënyrë të pavarur, po ato e kanë mbështetjen e plot të qeverisë së Republikës së Kosovës për çkado që nevojitet për ta mbrojtur sundimin e ligjit dhe zbatimin e tij të plot pa dallim. Kjo nuk ka të bëjë me etninë e asnjë qytetari që ndalohet, kjo ka të bëjë me dyshimet mbi veprimet e tyre. Bleri mu ka pera partenis e katër. Jo më por na do kartele kemi shkep gardianët e natyres. Mirë po deri tash sori kemi raportue për djegja apo mbeturina, policia ka thonë zjarë fiksat. Unë jo më por kisha një rast të por ku qytetin rrugën Isa Kastrati, Vaska, rreth 2 metra ishte zebra. E thjera policinë, tha thirr inspektorat. Pa thash kjo ka në zonë komplet rrugën. Sa është serioze kë iniciativa që keni bo përmes Ministrisë Brendshme, se vazhdimisht estrat po djegët një orë, përmes asaj orë mund të më djegë me këtër, policia the si rezerv fiksat. Tash të në kisha Vaskën, komplet 2 metra, ishte në zonë zebrat, policia më thësh ka thirr inspektorat. Vazhdimisht kemi raportue, kanë thonë merrëm me zjarr fiksa. A ko kush mbi qyr, qysh mora sta që kemi edhe platformën që keni boju, e raporton, ato thot u konfirmua për sa është serioze. Faleminderit. Faleminderit shumë, sa i përket të themelimit të gardës së natyrës, ne para një muaji kemi themelu këtë gardë dhe jemi duke rritur numrin e tyre. Garda për mbrojtjen e natyrës e ka për detyrë për me raportu raste që ndodhin krimet midisore. Sa i përket raportit që ke dërgu tek policia për mbeturinat në për lagje pra të Prishtinës, ne pikërisht e kemi dizajnu këtë pako që të qasemi edhe trajtimit, pra mos trajtimit të mbeturinave që po ndodhin në për lagjet e qyteteve të ndryshme. Në këtë rast, për shembull, ne si ministri kemi shumë pak kapacitete, kemi zero kompetenca për me ndërhyrë në raste të tilla sepse është komplet kompetencë e komunës. Prandaj ne kemi prezantuar sot strategjinë e karrotës dhe shkopit në mënyrë që të ndihmojmë komunat që të ngrisin kapacitetet dhe nëse ato nuk kanë interes ta bëjnë një gjë të tillë, atëherë
ekziston edhe ndëshkimi financiar dhe nëse prap komunat nuk veprojnë mi hek këto mbeturina, cilat janë në përlagje, atëherë ne si ministri bashkë me KMDK-n marrim vendim edhe mi largu ato. Pra i marrim kompetencat e komunave nëse dështojnë ato t'i largojnë këto, por kjo është veç në rastet urgjente për shkak se kompetencë 100% është e komunës. Sa i përket kontaktit me policinë, ne para 2 jave kemi lansu vegzën tek aplikacioni Lajmëro Policinë, që është krime mjedisore, komuni me raportu direkt tek policia, edhe policia e ndjek rastin. Ka raste kur ka zjarre pyjore, zjarre cilat shfaqen nga mbeturinat, dhe në këtë rast për me parandalu dëmin, duhet lajmërohet edhe zjarfikset. Për shkak se zjarfikset janë ata cilët janë në vijën e parë të frontit kur kemi të bëjmë me zjarre. Kështu që ne tashme kemi vetëm 2 javë që kemi lansu këtë bashkëpunim dhe besoj që gjatë ditëve në vijem, muajve në vijem, ky bashkëpunim do të përforcohet edhe kudo që i kemi mangësi që ndodhin në sistem, do t'i përmirësojmë ato. Ku jenë veturina për nëse po s'ka në rrugë komplet, të se që të me shku pak më lartë. Edhe sa e përmene zjarfiksa. Dhe më zjarfiksa, për që në tetet ato. E dje ka orën, dje gjënë 2 hektarë, një dimi kushtet e zjarfiksa, për ti më bëllët ato. Nuk vazhdojt më një për vitet e tëra, e ka në veturin, zjarfiksa në detet e tëra, do të ndalë zjarin, po që është në bëllët të kujse ato. Nuk ka një jetim që pëllën, kush e antijet të kjerimi zjarin, nuk desin 2 hektarë. Vetëm zjarfiksa dhe në bëllët që është ato. Ka hetime cilat bëhen. Unë kam pasur rastin me ligatinën e Hencit, që është djeg ligatina Hencit, ne kemi kontaktu direkt policinë, policia ka hap hetimet. Por ka raste kur ne nuk kemi dëshmitar, edhe nuk e dim se kush i ka hedh. Prandaj ne kemi adresuar edhe këtë problem dhe në buxhetin e vitit 2027 ne kemi vendosën projektin inspektori digital. Pra ku brenda ministrisë do të krijojmë një dhomë monitoruese, e cila përmes satelitëve, pajisjeve digjitale dhe pajisjeve tjera do të kontrollojmë çdo cep të Kosovës dhe në këtë formë do të identifikojmë edhe ndërtësit e mjedisit. Prandaj ne jemi duke i zhvilluar këto bashkëpunime dhe po shpresojmë që dita ditës vetëm do të përmirësohen. Mirë po prap ju ftoj që t'i raportoni të gjitha dëmet mjedisore që i vreni, pra krimet mjedisore që i vreni, po ashtu dhe të raportoni nëse e vreni personin që e ka bë, e keni pa, e shihni të argat e veturave apo të kamionëve, e kjo i ndihmon policisë për me hetu krimin mjedisor. Ndërsa sa i përket numrin e inspektorëve, tani ne synojmë që t'i angazhojmë në terren 30 inspektor, pra cilët kanë me qenë intenzivisht në gjitha vendet, lokalitetet e Republikës Kosovës. Njëkohësisht e kemi platformën Lajmëro Policinë, pra ne kemi thënë që inspektorët më direkte dhe që janë më të përhapur në gjitha zonat e vendit tonë janë qytetarët, të cilët përmes platformës Lajmëro Policinë tek vegza krime mjedisore mund t'i paraqitni çdo krim që paraqitet dhe bashkë me Ministrin e Punëve të Brendshme do të sigurojmë që këto krime që raportohen do të marrin përgjigjen e duhur. Po ashtu edhe Garda për mbrojtjen e natyrës, tashmë ajo vetëm pushtohet, ajo është një forcë tjetër që i ndihmon policisë ta hetoj edhe ta gjej personin që e shkakton krimin mjedisor. Faleminderit. Ariana Ajdare nga Dukagjini, kryeministër, një pyetje për ju. Sfundmi në intervistën në KTV keni përmend punën e mirë që është bërë në raport me pronat edhe kadastrin, po pak javë më parë ministri Apaculli e ka shkarku nga detyra drejtorin e Agjencisë Kadastrale. Që komentoni shkarkimin e drejtorit duke e marrë për bazë edhe punën e mirë që vlerësoni që është bërë viteve të fundit, edhe një pyetje për ju ministre. Sfundmi Këshilli i pavarur mbikëqyrës i shërbimit civil e ka vlerësuar si të jashtëligjshëm shkarkimin në raport me drejtorin, cilë do t'janë hapa tu i mbi. A e merrni për bazë këtë konstatim të Këshillit dhe konsiderohet eventualisht kthimi i drejtorit sërish në pozitën që ka qenë? Ju faleminderit shumë. Së pari, aksioni kundër mbeturinave është iniciativë shumë serioze. Por unë pajtohem që duhet të jetë
serioz çdo veprim dhe secila halk e sistemit në zbatim të kësaj iniciative. E këtu do t'i kisha theksuar dy entitete të Republikës. Në njërën anë komunat e Kosovës dhe në anën tjetër drejtësia. Sepse pa ndëshkime për krimet mjedisore që bëhen, pa ndëshkime meritore, nuk mund të llogarisim shumë se do të kemi ndryshim cilësor të situatës. Pra, le ti mbikëqyrim bashk edhe komunat, por edhe drejtësinë kur ka shkelje të ligjit, kur ka krime mjedisore, kur në vend se të luftohen mbetjet e mbeturinat që ndotin mjedisin dhe rrezikojnë shëndetin, ato shtohen e kontribohen nga akter të ndryshëm, qofshin ato kompani apo individ. Tash në një intervist që kam pasur së fundmi, unë kam theksuar që Republika e Kosovës duhet ta ketë katastrën e saj origjinal. Serbia refuzon neve të na e dorëzoj dokumentacionin origjinal të katastrit Kosovës me pretendimin se kjo është çështje sovraniteti. Fatkeqësisht nga procesi i dialogut në Bruksel para rreth një dekade e gjysmë, ka pas një lloj dakordimi që ne t'i pranojmë kopjet e dokumentacionit kadastral. Dhe Bashkimi Evropian 2 milion euro e ka financuar Serbin që katastrin e Kosovës ta bëj një kopje digjitale e cila i dorëzohet Kosovës. Serbia i ka marrë 2 milion euro, kur s'na ka dhënë neve as kopjen e dokumentacionit kadastral, përveç originalit që në fakt do të duhej të insistohej derisa të na jepet, dhe ne jemi detyruar si shtet i pavarur ta rindërtojmë katastrin nga fillimi, që është shumë më vështirë dhe nuk mund të jetë shumë shpejt i plot. Pra unë për këtë gjë kam folur, nuk kam folur për drejtuesit aktual të mëhershëm apo të ardhshëm të Agjencisë Kadastrale të Kosovës. Ajo është një agjenci që vepron në kuadër të Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, për çfarë mund t'ju flas ministrja Pasolli Dalipi. Faleminderit. Vendimi ynë për jo shkarkimin, sepse ne nuk e kemi shkarku. Ne thjesht e kemi liru nga detyra dhe e kemi kthyer në pozitën paraprake në cilën ka qenë, për shkak se kanë kalu të gjitha hapësirat ligjore që na lejohet që të mbajmë një ushtrues detyre, pra të njëjtin në atë detyrë. Në anën tjetër ne kemi ndjek komplet procedurat ligjore. Kam lexuar raportin e Këshillit dhe për të zëvendësuar drejtorin e agjencionit, ne është dashur që të marrim miratimin e dy personave, njëra pra udhëheq departamentin për ligjor dhe tjetra departamentin për financa. Ato në hierarki do të ishte njëra prej tyre do të mund ta zëvendësonte drejtorin. Mirë po në rastet kur këto të dyja refuzojnë për shkak të anës profesionale, sepse asnjëra nuk punon në fushën e kadastrit, mirë po janë zyrtare ligjore dhe financiare, pra nuk janë të përgatitura profesionalisht ta bëjnë një gjë të tillë. Ato kanë kërkuar nga ne që të shkojmë një shkallë më poshtë. Dhe ne kemi shkuar një shkallë më poshtë, ku kemi pas mundësinë edhe dy udhëheqës të dikastereve të zgjedhim prej të dyve dhe kemi zgjedhur zotin Fajk Kelmendi, i cili e ka edhe anën profesionale, pra është i përgatitur profesionalisht ta udhëheqë agjencionin derisa ne t'i hapim procedurat që të kemi konkurs të hapur, transparent dhe zgjedhim drejtorin e ri. Sa i përket asaj se a do ta respektojmë vendimin e Këshillit, Këshilli nuk ka thënë që është karku në mënyrë jo ligjore dhe duhet ta rikthejmë drejtorin. Këshilli na ka udhëzuar që të ndjekim hapat ligjor, pra të ndjekim rrugën, si themi, nivelet. Nëse na duhet ta vendosim drejtorin e ri të agjencionit, ne duhet të kërkojmë nga këto dy zonja, të cilat njëra është udhëheqëse e departamentit për legjislacion, tjetra për financa, që njërën nga to ta emërojmë në krye të pozitës. Kështu që ne do ta respektojmë vendimin e Këshillit edhe do të vazhdojmë me punët e mira që tashmë agjencioni kadastral po i bën. Faleminderit. Faleminderit shumë e miropafshëm. Faleminderit.